rikthyer në studio, vazhdojmë të jemi live në Villa 24 dhe pasi mbaruam në kuzhinë dhe ju tham që ka nisur dhjetori, është koha të gatuajmë, të përgatisim baklavan edhe këto gatimet që ne i duam për festa. Tani është momenti t'ju themi që po, të gjitha do të shijojmë sepse është muaj festiv, por duhet të mendojmë pak edhe për peshën, që do të thotë jo të rim pa ngrënë, thjesht të dimë se çfarë të konsumojmë. Sigurisht që janë të gjitha produktet e dyqaneve në Ranci që na japin mundësi që ne të konsumojmë çfarë të duam, por të dimë se çfarë të zgjedhim edhe natyrisht të marrim dhe këshillat e nutricionistit. Ndaj me Alken Çuka unë jam në studio, i cili është nutricionist pranë Institutit Kulinar në Ranci, për të folur për tematikën e festave që do të na vinë, duke i paraprirë disi, se zakonisht flasim pas festave. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes Anila, dhe është fiks ajo që përmende, se ne duhet bëjmë një formë paraprije për çdo gjë, në fakt vetëm për festat. Por qoftë edhe për problematika shëndetësore, se zakonisht ne në kulturën tonë kemi sa herë ndihmë një shqetësim, atëherë shkojmë dhe vizitohemi. Kështu që është gjithmonë e mirë të bëjmë një paraprit të çdo situate. Është fiks ky muaj, pra panetonet kanë nisur, ëmbëlsirat e ndryshme, baklavaja, kadaifi e çdo gjë tjetër, madje edhe kati bëri një formë baklavaja qumështor. Kështu që është paksa edhe tunduese dhe goxha vështirë që ti rezistosh këtyre gatimeve. Dhe hera herës dhe abuzojmë. Por e mira është që të kryejmë një formë regjimi, të realizojmë, le të themi, një formë sasie të ushqimeve në mënyrë të tillë që atë darkën e vitit të ri, ose ajo nuk është vetëm një darkë. Se nuk është një darkë, ky është problemi. Po pra, fillojnë një disa ditë rresh më pas që ngjelin. 10 ditë rresh, situata është e tillë që fillon që para Krishtlindjes dhe pastaj shumë shpesh testojmë të gatuajmë dhe do t'i konsumojmë, si do dalim, na ftojnë në ambiente të ndryshme, janë festat që organizohen, kështu që jemi në një moment të pak të vështirë për sa i përket dietës. E drejtë. Dhe prandaj në Ranci gjithmonë vjen me produkte e veta, kështu që është gjithmonë e këshillueshme që ne ato ushqime që gatuajmë mos t'i lëm pa i konsumuar, por ama mos të ndihemi dhe fajtor me veten tonë dhe të bëjmë një formë prerje direkte të ushqimit dhe ta vendosim trupin tonë në një stres, por të konsumojmë disa produkte të cilat na ndihmojnë le të themi të ndjehemi të ngopur, na ndihmojnë që të marrim ato vlerat ushqyese të duhura dhe në këtë mënyrë të ndihmojmë edhe tretjen tonë, se në fund të ditës ushqimet e fundvitit janë paksa të rënda kalorike, kështu që janë dhe paksa të vështira për të tretur. Prandaj unë kam përzgjedhur disa produkte të cilat e lehtësojnë tretjen, por njëkohësisht ndihmojnë edhe në përmirësimin e metabolizmit, duke djegur edhe më tepër kalori, sepse në fund ditës ushqimet e fundvitit kanë pak yndyrë, kështu që janë paksa të larta në kalori. Unë do e nis me salepin në fakt. Salepi është fiksa i produkti që ne në traditën tonë nuk e kemi pasur, pra është një produkt i ardhur, por ama është shumë i pasur me vlera ushqyese. Mendohet që salepi ka shumë karbohidrate, të rrit shumë nivelin e sheqerit në gjak, por absolutisht jo, ai është një produkt i cili ka fibra të buta për metabolizmin tonë, ndihmon shumë në përmirësimin e peristaltikës së zorrës, qetëson stomakun, në momentet e fryrjes kur enzimat fillojnë dhe kryejnë procesin e tyre, apo disbalanca e aciditetit të stomakut, i cili ka pH 2, me produktet që ne konsumojmë, disbalancohet për hir të faktit që bëjmë abuzimet, atëherë salepi është një alternativë e mirë. Dhe doja të theksoja në fakt përse përket salepit, sepse zakonisht ekzistojnë në treg forma të ndryshme të salepit, por askush nuk e vë re në fakt përmbajtjen e etiketës nga mbrapa, që lexohen dhe ke disa gërma E100 E50. Çfarë janë këto? Kjo është një akronim, është një formë emërtimi i aditiveve të ndryshme, qoftë ngjyruesit apo qoftë ato shtesat ushqimore, si aromatizuesit, si trashësit, piksësit dhe çdo gjë me radhë, të cilët mimikojnë salepin e vërtet. Kështu që unë e them me plot bindje që në dyqanet e Rancit salepi është salep i vërtet dhe ka atë shijen autentike. Sepse ndonjëherë dikush mund të provojë një salep tjetër dhe thotë, që s'u ngjason fare me salepin. Ky është më i mirë. Po në fakt salepi i vërtet origjinal është ky i cili të jep dhe vlerat ushqyese. Kështu që është më e rëndësishme të zgjedhim produktin e duhur. Janë ato që i kemi përmendur edhe herë tjetër, leximi i etiketave është shumë e rëndësishme, është të dimë se çfarë marrim edhe çfarë. Është një formë krahasimi, një lloj si krimbi, i cili
nuk vete tek fruti i cili është i bukur, por vete tek ai fruti i cili është i freskët, i pastër që natyra e ka falur, dhe ato që janë paksa më të shëmtuara janë dhe më të shëndetshme për ne. Kështu që një lloj dhe me ushqimin duhet të zgjedhim ato të cilat janë të shëndetshme për ne dhe na vinë në ndihmë. Produkti tjetër që do doja të përmendja do ishin muslit. Atëherë është një mënyrë e mirë për ta nisur ditën tonë me një kombinim me drithërash të ndryshëm, dhe musli ka tërshër, ka tërshër të ashpër, ka thekër, ka misër, ka rrushë të bardhë, rrushë të zi, fik të thatë dhe mollë të thatë. Pra është një kombinim, le të themi, i elementeve të ndryshëm. Është rëndësishme që mëngjesi të niset i mirë, sepse është pikërisht ai i cili starton gjithë metabolizmin tonë. I kemi fiksim të shembull me makinat tani, sepse të gjithi mundet t'i kuptojnë me këtë shembull, por një lloj si në mëngjes, që makina ka nevojë të ripakndezur, ta mbajnë pakndezur motorin në mënyrë që të punojë. Pra nëse në darkë ne kemi tepruar me konsumimin, me një gotë më shumë apo me një vakt që nuk është ideal për darkën, mëngjesin ta nisim me një musli. Absolutisht nuk duhet ta shmangim, por duhet të konsumojmë në fakt, sepse është pikërisht ai që na ndihmon më pas gjatë ditës për ta tretur atë ushqimin, se gjëja më e zakonshme është që shumë darkë tani nuk do ham mëngjes. Por në fakt duhet të ngrënë dhe është idealit që ta nisim dhe me 35-40 gram musli me 4-5 lugë gjelle kos apo shoqëruar me qumësh vegetal sipas preferencës. Shumë mirë. Sepse kanë edhe ato fibrat, por nga ana tjetër kanë edhe atë sheqerin i cili jo i dëmshëm, por fruktoza, që është rëndësishëm për shëndetin e trurit tonë. Vetëm truri jo në mëngjes ka nevojë për 400 kalori për të kryer aktivitetin e vet intelektual. Truri? Truri. Tani truri ka nevojë për kalori të caktuara? Pra, vetëm në mëngjes në kemi në... Okej. Alken kam thënë, unë me ty, kur të bëj biseda, do mbaj shënime. Se gjdo herë që vjen në sjellën informacione vërtet shumë interesante dhe që real në ndodh t'i dëgjojmë. Tjetër gjë, çfarë do dojet në listoje? Janë proteinat e sojës, të cilat po dhe këto janë produkti cili na ndihmon shumë me ngopjen gjatë ditës, por na balancon dhe atë sasinë proteinike. Festat sjellin produktet e ëmbla, produktet e ëmbla automatikisht konsiderohen si sheqer, pra karbohidrat i thjesht, i cili na luhat ato hormonet tona njëkohësisht, por na stimulon dhe ato dëshirën për të konsumuar akoma edhe më tepër, sepse është efekti që përmendëm herën e kaluar, që nxit dopaminën, dhe dopamina është një hormon që na bën të ndihemi mirë. Dhe sa më tepër ne të konsumojmë, aq më tepër do dëshirojmë. Dhe industrializimi i gjithë produkteve shkakton që të shtojnë aditiv të ndryshëm, të cilët të stimulojnë akoma dhe më tepër gjendrat tona në mënyrë të tillë që ne akoma të konsumojmë dhe më tepër. Dalim tek ajo varësia që ne kemi përmendur. Kështu që është e rëndësishme të konsumojmë dhe proteina. Ne kemi mësuar që, ose dim të konsumojmë shpesh mish, pul, peshk, vezë etj. Djathtë. Por në Ranzi ka dhe alternativat të tjera, si proteinat e sojës me tekstur, të cilat mund të kombinohen qoftë në smoothie, mund të bëhen buk, mund të përzihen omletën në mëngjesit, mund të bëhen muffins ose kek të vegjël. Pra, një larmishmëri gatimesh, të cilat as nuk më vete mendja të gjitha tani, por që sipas kreativitetit dhe dëshirës së gjithkujt mund të t'i përdori, sepse përmbajnë dhe sasi të moderuara të kalorive, por dhe sasi shumë të larta të proteinave, duke kapur vlerë 24 gram për 100 gram produkt. Dhe proteinat e sojës në fakt janë të rëndësishme edhe për gratë, sidomos në periudhën e menopauzës, duke qenë se përmbajnë disa elementë të cilat vendosen te receptorët e estrogjenit, duke imituar këtë molekulën e estrogjenit për të balancuar atë situatën hormonale, sidomos tek gratë gjatë periudhës së menopauzës, duke qenë se estrogeni dhe testosteroni disbalancohen. Dhe është goxha në ndihmë. Dhe meqense flasim për estrogenin te gratë, vazhdojmë tek meshkujt me testosteronin, ku problematika më e madhe e meshkujve është prostata, sidomos pas moshës 30 vjeçare, por jo vetëm për prostatën, normalisht, është dhe një burim shumë i mirë i yndyrnave të shëndetshme, është pikërisht vaji i farave të kongullit. Pra çdo farë praktikisht mund të nxjerrë vajin e saj, por vaji i farave të kongullit përmban sasi shumë të lartë të magnezit, të zinkut, selenit, por nga ana tjetër dhe elemente shumë të dobishme për shëndetin e prostatës të meshkujt. Një lugë çaj ose një lugë kafe në ditë është goxha e shëndetshme dhe madje mund të ta reduktojë inflamacionin ndjeshëm tek prostata. Mund ta konsumojnë kështu në gjendje të lirë, pa gjendje të lirë nëse nuk e kanë të vështirë, ose në sallat,
Pra, mjafton që të konsumohet. Unë jam gjithmonë partizan i asaj ides që nëse një produkt ti e konsumon, pak rëndësi ka sipas tyre rregullave që vendosen jo në mëngjes, jo në darkë, jo gjatë ditës, para buke, pas buke. Okej, për ilaçet është tjetër diskutim, pra nuk flasim për ilaçe, por për produkte ushqimore, për sa kohë që ti ushqehesh shëndetshëm dhe je duke i konsumuar ato produkte, pak rëndësi ka këto rregullat. Respekton atë ciklin 24 orësh për ta marrë një produkt caktuar brenda një 24 orësh, për ta kthyer në përditshmëri. Një lloj si dhe rasti mos ha buk pas orës 8 se shëndoshesh. Domethënë nëse ti thjesht ushqehesh edhe merr vlerë të ushqyese, pak rëndësi ka këto mitet e tjera, sepse jo të gjithë njerëzit janë të njëjtë, jo çdo gjë është e prerë, dhe thjesht mjafton të kemi atë larmishmëri. Të reagon edhe organizmi në fakt. Po, i japim ritëm bisedës tani për të kaluar tek një tjetër produkt i cili është. Do kalojmë tek frutat e thata, që unë kam përzgjedhur fikun e thatë, kumbullat e thata dhe kajsit e thata. Tani unë kam këtu. Po, kam kajsit, ti ke kumbullat dhe fiku. Mire, ajo, që mos i shpërndajmë, ja, po t'i jap ty, fikun e kemi këtu në tryez, që besoj e njihni dhe në rëndë që ka fantastike këto frutat e thata të çfarë do lloj. Po, e vërtet. Po. Atëherë, meqenëse se kemi dëshirë dhe kaq nevojë për ëmbëlsira dhe sidomos pas ushqimit, që është një problematikë tjetër më vete, që është insulin rezistenca, e cila lidhet zakonisht me këtë, është më e shëndetshme të konsumojmë disa fruta të thata të cilat kanë dhe sheqer natyral, por edhe fibra të cilat nuk ndikojnë shumë në ato disbalancimin hormonal të tonin, por njëkohësisht duke ndihmuar dhe si një efekt laksativ. Unë e përmenda pak herën e kaluar me pistilin, por dhe kumbullat e thata në këtë format të tillë dhe kajsit e thata kanë një sheqer natyral i cili vepron si një laksativ i butë i cili ndihmon në tretjen e ushqimit. Prandaj, nëse konsumoni një vakt të rënd gjatë natës, ditës e tjerë, sidomos në këtë sezon festash, dhe keni frikë të konsumoni edhe një kumbull apo një kajsi apo një fik të thatë nga pas, sepse po bë kalorit, që ti gjaj ke marr kalorit, në fakt kjo mund të të ndihmojë akoma dhe më tepër që ti ta përtithesh atë ushqimin, ta tresësh më mirë, ta bësh blurin mekanike të tij, por njëkohësisht mos të ndjesh edhe diskomfort në fryrjen e stomakut. Një përmbledhje në këtë 2-3 minutësh të fundit, na ka mbetur pa përmendur. Po, është tajini dhe garcinia kambodgja. Është paketimi. Kjo këtu, që po ta ofroj ty, ta mbash dhe kafen e Elbit, po ja ofroj unë si. Po, kafe e Elbit është një zbëndësuese shumë e mirë e kafes normale, sepse nuk përmban kafein, por njëkohësisht mund të përdoret edhe nga fëmijët, sepse ka fibra goxha të buta, por dhe minerale të shumta, të cilat ndihmojnë në sistemin nervor të këtyre fëmijëve, por duke balancuar edhe atë situatën e enzimave, të cilat i ndihmojnë të aktivizohen në stomakun e tyre. Kështu që është një produkt versatil, edhe pse ka emrin kafe, prindërit mos të kenë frikë, por mund t'i japin edhe fëmijëve sepse nuk përmban kafein. Interesant. Dy produktet e fundit, garcinia kambodgja dhe tajini mix. Tajini është një mix erzash, është një përzierje goxha interesante me origjinë meksikane dhe zakonisht përdoret për marinimin e frutave. Ne nuk e kemi në kulturë të marinojmë frutat, zakonisht e përdorim vetëm me mjalt, por ekzistojnë dhe forma të tjera, të cilat e bëjnë atë goxha interesante, si tajini, sepse përmban spec djegës, kajen, lajmi dehidratuar, krip dhe acid citrik, i cili jep dhe një shije goxha të veçantë, por njëkohësisht ndihmon duke ulur dhe pak pH-in e stomakut për të realizuar tretjen e ushqimit më mirë akoma. Dhe garcinia kambodgja është një lloj super ushqimi, goxha i famshëm, por në fakt as shumë i njohur në Shqipëri, por Neranzi gjithmonë është partizan dhe është misionari kryesor i cili sjell produkte nga gjithë bota për të gjithë konsumatorët shqiptar. Dhe garcinia kambodgja është një prej tyre, është një super ushqim, është një produkt i cili përmban rreth 60% HCA, që është acid hidroksicitrik, është një komponent shumë i fortë, i cili ka rezultate goxha të mira edhe në humbjen e peshës. Prandaj normalisht pesha ndikohet nga deficiti kalorik, por nëse ne ndihmojmë edhe me një produkt të tillë, atëherë kemi shanse akoma më të shumta për ta ndihmuar këtë progres dhe mos të bëjmë regres në gjithë itinerarinë e dietës tonë, regjimit tonë ushqimor, por dhe shëndetit tonë të përgjithshëm metabolik. Një lugë kafe në ditë nga garcinia kambodgja është ideale, duke përdorur qoftë në çaj, qoftë në smoothie, qoftë në atë tasën e kostit me fruta, apo në vendet e tjera të cilat mund të bëni kreativ dhe mund ta përdorin. Madje edhe nuk ka shije as të keqe, kështu që është goxha. Konsumohet lehtë, po, se kjo është një pyetje që shpesh na kuriozon kur bëhet fjalë për produkte që nuk i kemi aq shumë familjare si në
përfshija ashtu edhe në terminologji. Faleminderit shumë. Faleminderit Të një dhe ditë jo. mbarë në vazhdim, nëse të kisha të pres përsëri në studio, jemi në muaj që kemi nevojë akoma edhe më shumë të marrim këshilla dhe informacione nutricioni. Po, do jenë tema të vazhdim në fakt të tilla për festat, sepse është i gjithë muaji i tillë, ne do festojmë dhe të kujdesemi që ajo molla mos të kthehet në panetone gjatë momentit që ne Faleminderit që ishe këtu. Ndahemi tani në publicitet.